Gjykata franceze ka dënuar udhëheqësen e ish frontit kombëtar, një parti pothuajse ekstremit të djathtë raciste, siç është cilësuar, Marine Le Pen, me burg. Në fakt do jetë një dënim 4 vjeçar, nga i cili njëri do jetë me burg shtëpie, ku do ketë një unaz sinjalizuese në këmbë, një lloj poshtërimi ky, ndërsa 4 vjet ajo do jetë e ndaluar që të marri 5 vjet që të marri pjesë në zgjedhjet presidenciale, duke bërë kështu në një farë mënyrë që të mbyllet karriera e saj politike. Duhet të thënë që Marine Le Pen është një vazhduese e të jatit, i cili e krijoi këtë parti, i cili ishte akoma me ekstremistë, sa e bia u përpoj ta modernizonte duke arritur shpesh rezultate mbreslënëse, siç ishin ato të fundit parlamentare në Francë. Mirë po, kjo goditje është interpretuar në një farë mënyrë nga aleatët e saj të djathtë në Europë, si një goditje që i bëhet të djathtës, në përgjithësi të djathtës sovraniste. Është dënuar nga Orban në Hungari, nga Salvini në Itali, dhe nga liderë të tjerë, përfshirë edhe Moskën, po Moska nuk ka standardet atilla drejtësie që mund të kritikojë një vend demokratik perëndimor, po gjithsesi po e përmendim që se është një fuqi e madhe. Pra, jemi në një situatë ku një lider shumë i rëndësishëm, i një vendi shumë të rëndësishëm perëndimor, pengohet me vendim gjykate që të zhvillojë veprimtarinë e saj politike, në cili ishte faji saj në fakt është një faj i cili në Shqipëri natyrisht që do cilësohej si Barsalet. Janë rreth 2.8 milion euro paga, të cilat ju janë dhënë këshilltarëve, asistentëve, ndihmësve të 8 deputetëve, përfshirë Le Penin, pra i bie një dëm rreth 350.000 euro për kokë, po euro të cilat nuk i kanë futur në xhep, janë paga që janë dhënë asistentëve tyre, asistentë që nuk kanë punuar në Bruksel, pra janë dhënë nga Brukseli, nga Bashkimi Evropian për asistentët e këtyre deputetëve, por që nuk janë përdorur këtu, këta asistentë, por janë përdorur në Francë. Mbrojtja e Marine Le Pen ka qenë që mua më jepni, pastaj se ku i përdorun këta njerëz është puna ime, kjo është punë partie, mund t'i përdorë në Bruksel, mund t'i përdorë në Paris. Mirë po gjykata e ka quajtur këtë një devijim të fondeve, një krim i cili dënohet në mënyrë, le të themi, paksa të egzageruar. Gjithsesi, edhe në apel nuk ka ndonjë shpresë të madhe, prandaj edhe karriera e Le Pen mund të quhet e mbyllur. Cili është homologu i Le Pen në Shqipëri? Kam frikë se Le Pen nuk ka një homolog të veti në Shqipëri, sepse çdo shqiptar, çdo udhëheqës shqiptar do dukej i habitur se si ka mundësi që të dënohesh për gjëra të tilla. Në Shqipëri nuk janë dënuar kur ja kanë vjedhur në mënyrë banale të hapur miliona euro. Në Shqipëri nuk janë dënuar kur kanë vrarë. Në Shqipëri nuk janë dënuar kur korrupsioni tyre ka çuar në viktima. Në Shqipëri nuk janë dënuar kur janë vërtetuar dhe janë, sepse ne një fshat i vogël jemi, kur janë vërtetuar lidhjet të politikanëve me oligarkë. Imagjinoni tashti të dënohet një person pse Rama të zëm ka një këshilltar të vetin, të cilin e paguan në kryeministri, por e çon që të punojë në zonën e tij, në një zonë elektorale në Sarandë, le të themi, ose në Kapelen. Imagjinoni që Berisha të dënohej për të njëjtën gjë. Është e pandodhshme. Kështu që nuk kemi një rast të tillë në Shqipëri, nuk do kemi, dhe kjo tregon se sa larg Europës jemi nga çdo pikpamje. Le të shpresojmë që të vinë dënimet nga gjykatat për krimet paktën që janë evidente. Pastaj për krimet e modelit Le Pen, unë mendoj që lëkura e shqiptarit është mjaftueshëm e trash që t'i duroj.
Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëheni pjesë kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhungla. Faleminderit.